ku mund të shkosh në prill me biletat më pak se 100 euro, vajtje ardhje për 2 deri në 3 net. Fillojmë Verona e Italis, Pisa, që mund të shkosh dhe në Firenze nga Pisa direkt me tren, Pescara, Napoli, Venezia, Roma, Milano, të gjitha vende fantastike, Torino, Genoa e Italis, Bari, Bologna, Lamezia Terme, që është një vend që nuk e preferojnë zakonisht njerëzit se se din se ku është dhe çfarë bëhet atje, po kur e mësojnë pastaj e thonë wow, është nga vendet më të bukura të Italisë, Catania, Budapesti i Hungarisë, Trieste, Varshava e Polonisë, Bukureshti i Rumanisë, Bratislava, Londra, Vjena, Krakova, Gdansku, Malta, Katowice, Stockholmi, Suedis, Praga e Çekisë, Brukseli i Belgjikës, Larnaka në Qipro, Athina e Greqisë dhe Stuttgarti i Gjermanisë. Të gjitha këto janë më pak se 100 euro, vajtje ardhje, vetëm bileta. Mos kërkoni dhe hotel brenda për një 2-3 net edhe një 7-8 veta. Është vajtje ardhje për një person. Shkruani tani te 10 euro travel për detajet.